Tung njerës, ja ku jam, Radio Sol 89 MHz, mesazhi i yjeve në fat e në muzikë. Edhe sot, horoskop, poezi, komente, këngë. Poezia, kënga e sotme është në një farë mënyre e lidhur me atë të javës që shkoi, për mesazhin dhe historinë që e lidh me mua. Këto që unë bëj njerëz nuk janë vetëm emisione për të kaluar kohën, janë emisione kulture, e sidomos emisione që çdo kujt besoj i sjellin kujtimet pafundme, sikundër ky emisioni i sotëm. Emisioni i sotëm e sidomos kënga dhe poezia që unë do të trajtoj në fund, sepse ajo më bëri të përjetoj edhe njëherë një ëndër të shumë kohëve më parë, një ëndër të shtatorit të vitit 1989, një ëndër që, sikundër ndoshta e thash dhe javën e kaluar, shumë shpejt mu bë realitet. Përpara se të vazhdoj, kush e di se sa me këto muhabete, po kthehem njëherë te horoskopi. Dashi. Çdo vit në Amerikë, qindra shkrimtarë marrin pjesë në një konkurs kombëtar të quajtur Muaji i Romanit, Month Novel. Është një konkurs ku ata duhet të shkruajnë një roman me të paktën 50.000 fjalë brenda 30 ditëve, duke ju referuar yjeve, unë dash, bura grua qofsh, të ftoj që edhe ti të marrësh pjesë në një konkurs të tillë. Natyrisht të fushën tënde të veprimtarisë. Ka diçka që ti duke punuar më me intensitet të arish ta shprehesh e të bësh një kryevepër. Do më thënë, një diçka shumë të rëndësishme që ti prej kohësh po e shtyn në pafundësi, është kjo diçkaja? Parashikoj që ti o dash, bura grua qofsh, do të gjesh forcën e vullnetit për ta mbritur qëllimin tënd për atë që ke në kokë, në zemër, a në përduar, në projekt. Demi. Në verilindje të Groenlandës është një qytet e vogël me shtëpiza me ngjyra të ndezura që quhet Ilulissat. Besoj tash së fundmi, duke parë lajmet e lidhjet e Amerikës, Groenlanda, Trumpi, ky qyteti ka qenë gjithnjë në plan të parë të gjitha rubrikave televizive. E keni parasysh, besoj. Në këtë qytet dielli perëndon me 29 nëntor dhe në 13 janar gjithë banorët janë në festë për të pritur lindjen e diellit. Kështu ka qenë deri vjet. Si vjet, dielli doli në horizont me 11 janar, 2 ditë para kohe. Edhe pse njerëz të alarmuar thanë se ky ndryshim shekullor ka ardhur si pasojë e spostimit të aksit të tokës, shkencëtarët thonë se është pasojë e ngrohjes globale, shkrirja e akujve ka bërë që të ulet lartësia, horizontit e tjera. Unë personalisht nuk besoj as njërën, as tjetrën. Edhe pse nuk di t'ua shpjegoj pse nuk besoj, sepse edhe nuk di as ta shpjegoj pse ka ndodhur ky fenomen. Sidoqoftë, mendoj se edhe në jetën tënde o dem, bura grua qofsh, o ndodh diçka e tillë. Po ka që rëndësishme. A je në gjendje ti dem, bura grua qofsh, të përballesh me një dritë që do të mbrijë para kohe? Përgatitu. Binjakët. Në qoftë se për ju o binjak, bura gra qofshi, do të mundohesh atë gjeje një titull për periudhën në vazhdim, do më thënë nga sot e në vazhdim, titulli më i sakt e më do më thënës do të ishte Korrjet. Në mënyrën time të parit të gjërave, ty o binjak, bura gra qofsh, të ka ardhur momenti të korrësh të gjitha rezultatet e asaj për të cilën ke investuar deri tani. Nga gjithë periudha e shkuar, ke mbritur pak i lodhur, prandaj të duhet gjithashtu që për të vazhduar rrugën tënde në ditët e vazhdim, edhe një mbështetje të cilën do ta gjesh tek ata që ke afër, te aleatët, te partnerët e tu, të cilëve tashmë u a ke fituar zemrën edhe besimin. Të ka ardhur momenti që ta ngresh zërin e plot krenari të bërtasësh, po, unë mundem. Gaforia. Gafore, bura grua qofsh. Perceptimi im
si gafore që jam, për këtë javë është pak filozofik dhe ndoshta jo dhe aq konkret, por po të më ndiqni me kujdes do të kuptohemi. Ajo që ju duhet për këtë javë është angazhimi serios, por pa lodhje. Në qoftë se e pranon këtë që po të them o gafore, burra grua qofsh, po vazhdoj dhe këshillën time. Detyra jote është që ti dedikohesh me më shumë forcë, me shumë zemër gjërave që po bën, por duhet jesh më i qetë apo e qetë dhe më i kthjellët apo e kthjellët. Nuk është të thënë që për të hyrë gjërave në thellësi duhet patjetër të stresohesh. I ke të gjitha mundësitë që pa u stresuar, e pa të brejtur merak, ai merak që të le pa gjumë, ti shkosh gjërave deri në fund dhe jo vetëm, por do të jesh mirë ti dhe do të jenë mirë të gjithë ata që ke përreth, që nuk kanë pse të mbajnë stresin tënd. Pra, gjërat do të realizohen dhe kjo është e shkruar. Ti as mos u nervozo e as mos u streso. Okej, gafore? Luani. Në vitin 1928, biologu britanik Alexander Fleming, është i shenjës Luanit, revolucionarizoi mjekësinë duke zbuluar penicilinën, antibiotikun e parë në gjendje të shëronte një sër sëmundjesh të provokuara nga baktere të ndryshme. Zbulimi i penicilinës u bë i mundur vetëm nga fakti që Alexander Fleming, përpara se të hikte me pushime, nuk e kishte pastruar laboratorin. Ndërkohë që ai ishte me pushime, kultura e baktereve me të cilat po punonte zun myk dhe u helmuan ngordhën. Ky myk ishte penicilina. Luan, burra grua qofsh, parashikoj se edhe ty së shpejti do të ndodh një aksident i vogël në dukje, ose aksident, në thonjza i vogël në dukje, por që do të jetë shumë fatësjellës për ty. Me shumë mundësi do të të ndodh nga pakujdesia, nga të lënit e gjërave në parregullsi, në thonjza. Mos harro, Luan, burra grua qofsh, se parregullsia solli në dritë të vetmin antibiotik të zbuluar deri më sot. Virgjeresha. Java që vjen mund të jetë një javë e mbarë për të filluar e për të hedhur ca rraqe, si për shembull televizorin e vjetër, divanin e vjetër, apo çfarëdo lloj gjëje tjetër të vjetër, dhe jo vetëm, por duhet t'i kaloni sipër dhe me rul që t'i bëni pet. Mund edhe të ndizni o xhakun dhe t'i digni, të digni çdo gjë të vjetër që mund të keni në përkëmb. Mund të digni edhe ndonjë foto të dikujt që e keni vlerësuar shumë, por që nuk e ka merituar dashurinë tuaj. Me një fjalë, Virgjeresha, burra gra qofshi, është momenti i përshtatshëm për të shkatruar simbole të së shkuarës që ju marrin shumë energji dhe ju pengojnë të ecni përpara. Duke u liruar nga këto simbole, edhe figurative, Virgjeresha, burra gra qofshi, mjaft keni ndenjur të lidhur me të shkuarën. Peshorja. Të paktën një herë në ditë, një qeliz e çdo kujt prej nesh pson një mutacion që e shndron në qeliz kanceroze, kancerogjene. Po me të njëjtën frekuencë, sistemi ynë imunitar e individualizon dhe e shkatron, duke ruajtur kështu mbarvajtjen e shëndetit. A nuk është një mekanizëm perfekt dhe i mrekullueshëm sistemi ynë imunitar? Pra, ka diçka që na mbron, na ruan gjatë gjithë kohës, edhe kur ne nuk jemi koshient, kur nuk jemi të ndërgjegjshëm. Por në qoftë se do t'ju thoja se ky aspekt fiziologjik i organizmit ton ka dhe një aspekt psiqik, që me një fjalë, ose me fjalë më të thjeshta, është që një inteligjencë superiore ka detyrën që t'i mbaj larg problemet e panevojshme dhe rreziqet e kota. Ky faktor mbrojtës, njerëz, ekziston dhe funksionon shumë mirë kur edhe jemi të ndërgjegjshëm, edhe e lëm të na udhëheq e ta këshilloj, por duhet ta dëgjojmë këtë sistem mbrojtës, të sistem imunitar. Peshore,
Burra gra qofshi, mos i dilni kundër sistemit tuaj mbrojtës, sistemit tuaj imunitar. Dhe ju siguroj se do t'jeni shumë më t'jetë si fizikisht e si psikologjikisht. Atë pak stres që keni në këtë periudhë, do t'a keni vërtet larg. Akrepi. Akrepa, burra gra qofshi. Një proverb i vjetër afrikan thot: nëse do të mbrish shpejt, ec vetëm. Nëse do të mbrish larg, ec me shok. Mendoj, o akrep, burra grua qofsh, se ky proverb përfaqëson pak a shumë momentin në të cilin ndodhesh dhe zgjedhjen që duhet të bësh. Të ecësh shpejt është shumë e rëndësishme dhe ndoshta që edhe ja del të mbrish te synimi yt, te ai që ke, duke u nisur me një herë dhe duke nxituar, a duke thrapuar. Por ndoshta, edhe në qoftë se nisesh me një herë, nuk do t'jesh në gjendje ta përcaktosh distancën që të duhet të përshkosh, dhe në qoftë se është kështu, atëre duhet të zgjedhësh variantin e dytë që proverbi afrikan propozon. Pra, të duhet të ecësh pak me ritmin e të tjerëve, të ecësh më nga bash, po me ritmin e të tjerëve, gjë që ndoshta nuk të pëlqen, sepse është një mundësi e ngadalë, por është e sigurt. Zgjedhja të mbetet ty, o akrep, burr a grua qofsh. Unë që kisha për të thënë, ta thash. Shigjetari. Skuderia më e mirë, skuadra më e mirë e Formulës 1 për vitin 2025 ishte McLaren Mercedes, që ka fituar mbi 60% të garave. Ky sukses mbështetet tek pilotët që skuderia ka zgjedhur, por edhe ke teknikët e shkëlqyer që punojnë për këtë skuderi, që janë për shembull në gjendje gjatë ndalesës, gjatë pit stopit në boks, të ndrojnë gomat të katërta në më pak se 3 sekonda. Shigjetar, burra grua qofsh, ti a ke nevojë për ndihmë sa si këta që sapo të tregova? Nëse nuk i ke, shigjetar, duhet të intensifikosh përpjekjet për t'i gjetur. Nëse i ke, është momenti që të kërkosh ndihmën e tyre. Nëse do që projekti apo ideja që ke të jetë një ide apo projekt fitimtar si kundër McLaren Mercedes. Si ajo e Formulës 1. Dakord? Britsjapi. Ju të Britsjapit, burra gra qofshi, po ju tregoj një histori të vogël. Një njeri, John Gamboa, që i pëlqente të eksploronte botën, vendosi një ditë të bukur që të bënte një udhëtim në shkretirën e Saharas. Ai më pas tregonte se në një nga ditët që kaloi në Sahara, mbriti te një si punë në vend pushimi ku kishte edhe një pus, te një oazë, të themi. Në buz të pusit ishte një litar dhe një kove shpuar. Me gjë mbrime që kishte, kur vinte lart, kova ishte akoma përgjysmë me ujë. Disa ditë më pas, kur gjeti një tjetër pus pranë pusit, ishte vetëm litari, kova nuk ishte. Atëherë, tregon John Gamboa, kuptova një gjë, që tek pusi i parë, sikur kovat mos kishte qenë e shpuar, do ta kishin vjedhur. Prandaj më mirë një kove shpuar, sepse të paktën më dha mundësinë që të shuaja jetën e të kisha atë çfarë më duhej në atë moment. Ua tregova këtë o britsjepër, burra gra qofshi, sepse edhe ju në këtë moment keni nevojë për një kovë të shpuar. Edhe pse jo perfekte, punën u mbaron. Nuk besoj se ka nevojë për komente të tjera. Ujori. Këmbana më e madhe në botë gjendet në Rusi, në Moskë, quhet këmbana e carit. Është derdhur në bronz dhe peshon 21 ton. Është dekoruar me fytyra njerëzore, me fytyra ëngjësh dhe me lule të gdhëndura. Në 275 vitet e saj të jetës, nuk ka tingëlluar asnjëherë. Ujor, ta tregova këtë shembull sepse diçka të tillë apo të ngjashme shoh edhe tek ty, burra grua qofsh. Ndoshta edhe
tek ty ka diçka figurativisht shumë të madhe që të zë shumë vend e që nuk është përdorur kur. Ka ardhur momenti që qetësia, heshtja të thyhet. Je ti që duhet ta thyesh një heshtje e të mos i lësh gjërat të zvarisen si deri më sot. A u spjegova ujor, burra grua qofsh, se çfarë është ajo gjë që duhet të lësh në heshtje ose që nuk duhet ta lësh në heshtje, atë e di ti. Peshqit. Pesht, burra gra qofshi, e keni idenë se sa herë ju ka ndruar mamaja kur keni qenë vegjël? Të paktën një 1000 herë. Po sa vakte mamaja ka përgatitur për ju, e keni idenë? Të themi një 10.000 apo më shumë. Po se kush ju ka mësuar të lexoni e të shkruani, a e kujtoni dot? E kujtoni vallë fytyrën e personit që përveç prindërve tuaj ju ka bërë të ndiheni të rëndësishëm? Peshq, burra gra qofshi, ju këshilloj javën që vjen të ndiqni këtë linjë kujtimesh të momenteve tuaja më specifike, apo të personave më të rëndësishëm për të rijetuar edhe njëherë momentet magjike që do t'u ndihmojnë të rifreskoni idenë që gjithmonë mund të jeni të rëndësishëm e të dashur, sepse sikur po e harroni këtë fakt, e keni rënë pak në apati. Peshq, jo vetëm nga këndvështrimi astrologjik, mos harroni, ju jeni të rëndësishëm. Ju jeni të rëndësishëm. Ju jeni të rëndësishëm.